Kur menduam se drama mes ish banorëve të shtëpisë më të famshme kishte përfunduar me finalen, Xheneta Fetau vendos ndryshe. Në një rrafim të jetë të papritur në një emision, ajo zbuloi një moment të ëmbël në korridoret e televizionit, një buzëqeshje, por vetëm një buzëqeshje nga gjesti, dhe sipas saj ka qenë pikërisht ai që e pa i pari. I ftuari tjetër Graciano, që me sa duket e një mirë lëvizjet prapa kamerave, e përmendi këtë si një moment që ka lënë përshtypje edhe tek stafi, por nuk mbaroi me kaq. Ai nuk nguroi t'i përmendte edhe një tjetër emër që gjithmonë des situatën, Eglin. Ai e pyeti Xhenetën nëse kishte takuar në ambientet e televizionit, por përgjigja që mori i la të gjithë gojë hapur. Nuk i kam takuar në televizion, por kam dëgjuar që po flenë në të njëjtin hotel ku qëndroi unë në Tiranë. Tani nuk e di kush po ndjek kë, tha ajo me një buzëqeshje që s'dëshiron shumë përkthim. Pra ndoshta rrugët e tyre nuk kryqëzohen në ekran, por në hallin e hotelit. Pra, historia nuk ka mbaruar. Për ndjekësit që janë në pritje të episodit tjetër jashtë shtëpisë së famshme, ky ishte një dhuratë të jetë papritur. Dhe pyetja që na ngacmon të gjithëve është, a është kjo thjesht një rastësi apo një lojë mes tyre që sapo ka nisur? Nga ana tjetër, fansat e çiftit të Eglit dhe Gjest kanë mbetur mjaft të tronditur nga deklarata e Xheneta Fetaut dhe nga vërtetësia e saj. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.